Trajneri Silvinho ka publikuar listën e lojtarëve të grumbulluar për dy ndeshjet e fundit kualifikuese të Kupës së Botës 2026 ndaj Andorrës dhe Anglisë. Tekniku Kuqezi ka përzgjedhur 25 futbollistë. Kjo është lista e plotë. Portier: Thomas Trakosha, Mario Dajsinani dhe Simon Simoni. Mbrojtës: Elseid Hysaj, Ivan Balliu, Mario Mitaj, Naser Ali, Ardian Ismaili, Berat Gjimshiti, Arlinda Jeti, Klisman Cake. Mesfushor: Ylber Ramardani, Julian Shehu, Kristian Aslani, Medon Berisha, Gjazim Laçi, Adrion Pajaziti, Nedim Bajrami, Arber Hoxha dhe Yasir Hasani. Sulmues: Armando Broja, Myrto Uzuni, Rej Manaj, Mirlin Daku dhe Indrit Tuci. Grumbullimi kombëtares nis të hënën më 10 nëntor në Barcelonë, ku Kuqezin do të përgatiten për ndeshjen ndaj Andorrës, e cila do të luhet më 13 nëntor në orën 20:45. Sfida e fundit e kuqezinëve në këto kualifikuese do të zhvillohet më 16 nëntor në stadiumin Errol Benja ndaj Anglisë në orën 18.